këtë, bjella. As lakshevja, bjella. Edhe bjella nuk hesë në shi. Ta kujtojmë bjella në shi. Dhe ku kur shkon bjella? Qka bën këtë bramje? Është maca imit, po, unë jam këto. Hajde këto më gatë. Diçka e frymëzuese, bjella, hajde këto. Bjella rrinë me mu në shi. Pa, gjesh i shifët. Hajde të shkoj bjella në shi. Trihimorja e bjellës, kë ka gjetë zidhën dhe të mërot nga shiu. Është e vërtet kjo? Jesë shka zidhje dhe gjetje një rrugës. Ka do të shkon bjella? Ka do të shkon maca imës? Dhe maca ime? Shomi ka i ka pikat e saj sekrete. Ta shomi ku do të qenë strehim. Do shkon bjella që mos të lagët. Maca është në rrye të koqaki dhe këtu nuk e rrokin pika shiut. E sheni? Qka është diçka karakteristike këtu? Është e besueshme, këtu rrin bjella të koqaki. Kjo e besueshme, më tregoni? Si do t'i mbronë maca nëse sulmohen nga 10 pra natën? A është këtu kja, apo do shkon dikun tjetër? Qka mund të flasin o në koment, bas ka me hirzagen? E kuptojmë këtë skenë. Momentet më të mira që janë në firajt e kryon filmat e Hollywoodit. Një video frymëzuese që flet shumë. Në shtërngata dhe mëmërima, ta pres të pak. Ndashë vëvëllimin apo mëmërimin, si shife do t'jetë prezente. Pra këtu jam një përshëndes. Mendoj se mua të mos më lën vetë. Sekretet e macës. Në thoni. Këtë shkua.